dosja me Gonigal, fakshikujt shqiptar, dosja shqiptare nuk ka dalë tëra në gjykatën amerikane. Dhe ne mund të kontribuonim shumë në hetimin tonë parlamentar. Sigurisht që kjo do të më koste më shumë Ramën dhe do zemron të miqtë e Ramës në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara. Por ne nuk e bëjmë as për të zemruar njëri, ne e bëjmë për hir të japim Edi Ramës dhe me Gonigalit atë që meritojnë me qëllimin në Shqipëri dhe të kontribojnë në hetimin e tij apo në njohjen e plot të veprimtarisë së tij kriminale në Shqipëri. Refuzuan, nuk lejuan. Është hera e dytë. E kemi dërguar edhe një herë tjetër. Nuk lejuan sepse Edi Rama nuk lejon. Edi Rama kundërshton auditin që në qoftë se ka një mënyrë për të provuar se je duke vjedhur, është mos pranosh të auditohesh. Në qoftë se ka një gjë, fakt, që provon se je hajdut, ku i thuj se s'do më kontrollosh? Që s'do kontrolloj? Ka refuzuar auditën e shtetit. Ai s'mund të auditohet. Sepse për te duhet vjedh sa të mundet, sa të duhet, sa të doj. Kjo është e vërteta. Vim të komisioni tjetër. Zgjedhjet e 11 majit, jo nga ne, por nga vëzhguesit ndërkombëtar, u damkosën në mënyrën më përfundimtare, më të fuqishme, si farsë elektorale. Doli raporti përfundimtar, asnjë socialist nuk ka guxuar të shprehet, të thotë gjysmë fjale për te. Jo. U kërkuan vëzhguesve me kërcënim, ku i keni faktet ju të provoni këto që shkruajtë në raportin para prak. I kanë tani faktet të nxirra aty me faqe të tëra. Kush është viktim e kësaj? Është opozita. Po të kush opozita? Janë mbi 5-600.000 qytetarë të opozitarë, të cilët u shtypen, u shkelmu vullneti tyre. Dhe tani një lloj si me auditin. Kam vjedh, po s'do më kontrollosh. Po tani nuk i thot një auditi, një njeriu. Por tani ju thot 600.000 shqiptarëve që ja volla votat, po s'do më kontrolloni. Pra, u kërkue debat për raportin e komisionit e vëzhguesve ndërkombëtar, u refuzua. U kërkua komision hetimor. Po ja u them qytetarëve. Sepse duhet ta dinë qytetarët një gjë. Ne jemi zotur me 100 herë para tyre se do mbrojmë votën. Por mënyra e mbrojtjes votë nuk është me automatik. As me guerile. Mënyra e mbrojtjes votë është kjo që bëmë. Ne u përpoqem të ndjekim çdo votë sa mundem, si u respektua, si u hodh, si ndodhi. Dhe ne kemi, do ta dinë qytetarët, unë gjithë verën atë kam bërë para atyre, po ato që kam paraqitur janë as 1/10 atyre që kemi, dhe ne kemi tani, ju them ju, mbi 2000.
dokumenta. Mbi 2000 dokumenta. Dhe duhem t'ja u paraqesim shqiptarve. Ky thot qepeni. Se jam unë këtu, nuk ju lejoj. Pra, edhe na vjedh votën, edhe nuk na lejon, dhe nuk na lejon të bëjmë transparencën, të bëjmë detyrën tonë. Dhe njëherë, votën e nuk e mbrojmë me armë. Jo. E kam theksuar dhe theksoj gjithnjë. Por ne kësa herë bëmë mbrojtjen e votës. Në kuptim, kush do le të lexojë raportin. Është bërë punë e jashtëzakonshme. Janë bërë ata që kanë punuar për këtë detyrë, ata kanë qindra komunikime me Zhgusit. Qindra komunikime të vazhdueshme. Qindra mblodhen vetë ata dhe Zhgusit. Dhe të gjitha këto së bashku patën rezultante një raport të drejtë, të ndershëm në mbrojtje të votës shqiptarëve. Tani ky thotë jo. Ajo është një letër e vdekur. Mbylleni. Nuk ju lejoj të paraqisni para shqiptarëve faktet se si ai vodhi votat. Se çfarë bëri ai? Hajdutin e keni kapur, por nuk lejoj fare të merri me të. Një lloj si me Oditin. Oditi thotë jo, nuk do më kontrollosh ti mua. Guxo po deshe. Na thotë dhe ne. Po ne jemi 600.000, përfaqësojmë 600.000. Kështu në mënyrë absolute. Kur s'mund pajtohemi. Ndaj dhe kjo mbledhje është shumë e rëndësishme për vendimet, natyrisht do mlidhen në forumet tjera të Partisë Demokratike. Kjo, Partia Demokratike ka kryesin, ka këshillin kombëtar, do merren dhe, por që ne të na heq si ati Oditit, të kontrollit shtetit, një nga një të gjitha të drejtat kushtetuese. Ai është një, por ne s'jemi një. Ne jemi 600.000. Na heq të drejtën e interpelancës. Na heq të drejtën e debatit. Na heq të drejtën e komisionit hetimor. Po pse shkojmë ne aty? Pse shkojmë? Çfarë është kjo pastaj? Shkojmë për të thënë se jemi deputet? Po çfarë vlerë kemi ne? Çfarë vlerë kemi ne? Kur ne nuk arrim, nuk kemi mundësi të përmbushim detyrimet më themelore ndaj zgjedhësve tanë. Duhet të shtrojmë pyetjen, çfarë vlerë kemi ne? Në stoli e një bande që ka instaluar një narkoshtet këtu nuk bëhemi. As mund bëhemi kur. Për të pa e gërësin e ti shifni që bën me Rion Belin s'do e bëj edhe mazi. Unë e kam pa që në gëzua socialistët me te. Po u them socialistëve që nuk është gjallë lubia se çdo jetë linda për ju. Po ato e në punë të tyre, s'ta interesojnë fare ne. Sepse këtu kodi i të drejtave themelore të njeriut nuk ekziston më. Nuk ekziston. Ndaj dhe një diskutim. Ne nisim një proces i cili duhet shënoj fjalen e qytetarëve, zërin e tyre të fuqishëm kundër këtij regjimi.
vetëm zëri, energjia, entuziazmi i tyre është përgjigje e vetme ndaj këtij narkoregjimi. Shikoni, ja u them këtu ju. Ka jo pak njerëz që mërziten. Pse Berisha thot për narkoregjim, narkoshtet? Kur eksperti më i shquar nërmjet shquarit të antimafjes në Itali, thot se Shqipëria është më keq se narkoshtet. Dhe ai burtrim, thot më keq, aty s'bën dot hetim, thot, se ti nxjerrin të gjitha. Ndërsa aksionerët e regjimit zemrohen se pse unë flas, pse ne flasim për narkoshtet. Në një kohë kur janë po mediat perëndimore që dëshmojnë se tashmë deg shqiptare të karteleve të Amerikës Latine janë përcaktues të çmimit kokainës në Europë. Ai si përcakton çmimin, ai ka aksionet më të mëdha. Ai është më kryesor. Jo në prodhim, se Europa nuk prodhon kokainë, por në transport, se kokaina prodhohet në zona tjera të globit. Pra, është moment historik të dalim zot qytetarëve shqiptar vullnetit tyre të dhunuar. Pasi ka 10 vota dhe mandatet, tani thot sus, nuk u la të flisti. Një lloj si Oditi që i thot s'do më kontrollosh se do vjedh sa të dua. Edhe ne na thot, do vjedh prap, thot, prandaj s'do më kontrolloni. Po absolutisht kurrë më.